PDK-ja me tubime me bashkësi lokale tashmë po mbledh shumë anëtarë qytetarë të cilët po japin përkrahje pa rezervë kandidatëve të Prizrenit. Një tubim i fuqishëm ishte me nëntegat e PDK-s dhe banorët e Velezhës, Korishës, Malësisë së Re, Caparësit, Shpenadisë dhe Trepedicës. Me mbështetje të madhe qytetare dhe energji pozitive, PDK-ja po ecën fuqishëm drejt fitores me mision të qartë për zhvillim dhe mirëqenie për të gjithë. Kështu kandidatët për parlament fillimisht i prezantoi pari komunës dhe nën kryetari në nivel vendi i PDK-s Shaqir Totaj. Zakonisht përpara çdo zgjedhjeve na thonë që këto janë zgjedhje shumë të rëndësishme, këto janë shumë të rëndësishme, po këto janë të jashtëzakonshme. Edhe këto janë të jashtëzakonshme, i bën që janë të rëndësishme për shkak se e kemi pa një tendencë apo një trend të vazhdueshëm të degradimit të çdo gjaje në Kosovë këtu, nga një grup i njerëzve cilëve si janë vlet me apërmen asamin e partisë, asamin e individve, që ja kemi pa marifetin, ja kemi pa mos punën, se punën se u kemi pa, se s'ka pas për çfarë punë aty. Kurse kandidatët si Kujtim Gashi, Luljeta Veselaj Kurtaj, Jona Hoxhaj, Ramize Shala, Afrodita Saramati, Ade Morina, Fetah Baqarizi, Gjimshit Krasniqi, Arjanit Çollaku, para të pranishmëve kanë premtuar se do të jenë zëri i tyre në Parlamentin e Kosovës. Humbjes së kohës, tash e 5 vite presë ka ardhur në qeveri Albin Kurti dhe Vendos. Me perëndime të mëdha megalomane, me bashkim me Shqipërinë, me ndryshime rrësore për Kosovën, të jemi të fjetë në të ngjillë e nuk kemi rrymë, ndërkohë kur në qeveri dhe që nuk investojnë në energji elektrike, po energjinë elektrike përbën i Serbisë. Do të thonë mafia energjetike kur Kosova nuk ka qenë më e zhvilluar, e fatkeqësisht ajo sot gjenezën e ka në Serbi. Prandaj bashkimi me Shqipërinë, edhe deri as të rrymë për Serbisë, është dallim i madh, do të më bëjë vetëm ata që vinë me kamuflu, edhe ata që vinë me mashtru popullin, por po besoj fuqishëm që ka ardhur momentumi që ja kthy shpinën se qeveria të keqe që na ka ku gjatë. Për momentin, në këtë fazë ku gjendemi si shtet, është patriotizmi më i madh që të bëhemi bashkë, e të mobilizohemi, e të kemi votë kundër këtyre, të cilët po e çojnë këtë shtet në shkatrim, e ne si Parti Demokratike Kosovës, vula e jonë, gjurma e jonë, e cila shihet në çdo projekt në shtetin tonë, të jetë përsëri aty ku e ka vendin në qeverisje për ta ecë vendin tonë përpara në të gjitha sektorët dhe të shohim përparim e jo degradim. Ashtu si që theksuam edhe më herët kolegët tonë, ne gjithmonë jemi njoft për bashkim e jemi njoft për unitet. E këta që janë për momentin e qeveri, janë ata që për herë të parë me gjuhën e tyre degraduese, me ofendimet e tyre dhe me propagandën e tyre na kanë ndonë për herë të parë, ne dhe si shqiptarë të na kanë përçarë pafundësisht në baza partijake, që të cilët nuk duhet ta lejojmë asnjëherë. Ne gjendemi para një situate shumë të vështirë për shkak të kësaj qeverisë 5 vjeçare që po e udhëheq kjo elitë e cila ka ardhur me propagandë 10 vjeçare duke na përpuzur, duke na nënçmuar, nuk ka lënë asnjë element pa e prekur që nga vitet 98, 99 e këndej nuk ka lënë asnjë element pa vetëm duke bërë propagandë që këta janë keqbërja e shtetit, këta, por e ka të kundërt, sepse kundërta është se ne e bëjmë luftën, e hoqëm e shporëm armikun me 180.000 forca, duke janë nisë nga tankat, blindat e tjera. Në Partinë Demokratike të Kosovës janë bashkangjitur që së bashku me kryeministrin Bedrianzën t'i tregojmë këtij popullit se me njerëz me aftësi dhe me njerëz të dehtë që mundemi të ecim përpara, po jo me njerëz me pretime përboshe siç e keni të qeverisjen tani në pushtet. Unë bëj thirrje që me 28 dhjetor sa më shumë të dilni në zgjedhje, ta votoni numrin 130 me kryeministrin Bedrianza, t'ja dalim Sajrave me 51%. Unë kam menduar shumë, por kam gjykuar drejt, edhe kam vendosur të jem ministrin e Partisë Demokratike,
për shumë arsye, por kam besuar fuqishëm tek vizioni i Bedri Hamzës, sepse e ka përpiluar një plan që ka prek gjithë naporet e jetës. Jemi dëshmitar se jeta në Kosovë në të vërtetë është bashkë me vështirë, shëndetësia është në gjendje jetëfare, arsimi po ashtu, fatkeqësisht në për zonat rurale nuk ka sy ka mësimi, më shumë kemi profesora edhe arsimtar në shkollë se sa nxënësa. Një gjë që ka tentuar si ideja me ba, ka qenë me mshël shkollat edhe me zbardhës. Por ata nuk ka më të marrë, sepse Kosova ka dhënë gjithmonë gjuhën që i ka takuar. Jam këtu si kandidate sepse besoj në Bedri Hamzën. Bedri Hamza e ka arsimin prioritet kombëtar, sepse arsimi është zhvillim, sepse arsimi është ekonomi, sepse arsimi është drejtësi dhe gjithçka. Andaj, qëndroj mbrapa dhe mbështes fuqishëm kauzën e Bedri Hamzës dhe Partisë Demokratike me numrin 130, mirëpo vetë s'u bëj asgjë, faktamisht dhe shok. Dhe për ju, zëri juaj në kuvendin e Kosovës është i pari Arjaniti dhe pastaj gjithë. Thonë që jemi e tim gjithë se 5 vite të qeverisës kur të shkuan tonë për Kosovën tonë dashur që e kemi fitu me shumë sakrifica dhe me shumë gjak. Prandaj është momenti që ne bashkohemi të gjithë, në përmet miqve, të shamirëve, njerëzve të mirë, të flasim dhe të afrojmë të aspirojmë realitetin që me mundësinë që kemi edhe në përmjet kandidatët për kryeministër si që është zoti Bedri Hamza me programin e tij të begat, ne jemi bindur se këtë qeverisje do të ndalojmë dhe Kosovën do ta shtojmë në kjo skëter që është duke vazhduar. Përket çështjes së votave, ne dimë që kjo zonë është bastion i PDK-s, e ka treguar vetëm në zgjedhjet lokale. Unë të përgoj që këta votues të cilët kanë qenë në zgjedhjet lokale vetëm ta mobilizohen dhe gjithsesi do t'i kemi votat e mjaftueshme, por më rëndësishme është kësaj radhe siç po shihet atmosfera në përgjithësi. Shumica prej kandidatëve jemi ekipe kryetarit Shaqir Totaj, ekip e fitores kryetarit Shaqir Totaj, edhe në këtë garën sot nuk dojna me ku, dojna me dalë fitues. Kështu që nuk dojna me përsërit gabimin ma herët që Prizreni të i pas 20.000 vota nuk arriti me çu një deputet. Unë kërkoj që vota e Prizrenit me qëndru brenda kandidatëve të Prizrenit. Një takim i këtillë është mbajtur edhe në Lupisht të Prizrenit, Gërnçare dhe Skorobisht.